ti kum po krejt intervistat, edhe je lëshkaman, edhe je pa komplekse, edhe je shumë pozitiv, kështu që bravo që je qështu. Faleminderit shumë, po mundona, do me thonë të na mënyrave mjo për shtatë, si anës pozitive dhe gjitha anëve që jeta ti jep. Se jetë, do me thonë, pa sfida nuk ka. Ata e dim krejt. Edhe une falë Zotit që ma ka falë shëndetin edhe mi ka dhonë gjitha këtu të mira, një familje të shnosh edhe më kanë përkra në gjithë sekundë që une këmë dasht me bo se Nuk o letë. Për një me nuk është letë. Edhe ka pas edhe sfida, ka pas... Po ma shumë jënë konë do me thonë të knaqme, nuk kom pas e ngesa, si me thonë kështu, po. Falë Zotit ja kom arrit qysh do që jam me arrit diçka. Si në muzikë, si në shoqëni, po flasë përgjësi për profesion temin, do me thonë. Unë shpesh i falenderona Zotit të thëmë falenderit edhe pse kom, do me thonë, mungesën e shikimit, unë gjdo dit e shobotën me anë ngjyrave të shpirtit edhe e ndjeja gjdo sen që rrëthën. Edhe për mu është një knatësi e veçantë. Ta o zemrën, bravo të kofë ty. E one, para se me knu Leo, me bendin tonë këtu që e kemi, une ta lakmoj vokalin, do me thonë me papasin e këtë zotë tonin, vokalin tënë, që ta ka dhonë zoti, nonën një kësha qike të stadis. Thu për gojë si shari. Se ajo është i madh, ati i kofshin falë kush nuk beson, do me thonë i mjeri aj për veti. Ka edhe shumë artista në këtë botën, edhe hiq ma larkë se të këta ko i shqitë tonë, do me thonë, me vokal, janë, edhe në kumë qëllu në koncertet e të në i ku mujtë mi pa live, do me thonë, edhe i bjen keyboardit, edhe kënën, edhe a i ka do, qështu do, edhe këtë këta kanë i shokë qështu si shkumbini, që i rinë gati, ta smirë me muzikë, për i rinë gati edhe kretë, do me thonë, mikrofonin e ka, sintin e ka, e aty, sa njeri është në atë mërami, aty e ta teshen, ta lypin këtë konga një këni, nuk ka letë, po kur te kapin mikrofonin, ata e kanë zonin. Se ju e keni, do me thonë tash, shqisa të dëgjumit, është e jo ma zhvillume. Shumë, do me thonë, njona për i krejtë shqisave kryesore, normal për vistrunit që po dihet, për pos shikimit që mungan atër për i shqisave është ma e zhvillume. Do me thonë, sa i përket për ndëgjim. Edhe kjo është një plus shumë i madhe dhe